Kështu, e para çka po du me thonë është shoqëria civile nuk vdes pa fonde, shoqëria civile vdes pa qytetar dhe pa angazhim qytetar. Edhe asnjë fond mos me pas, nëse qytetarët angazhohen për vete dhe për rrethin e tyre, shoqëria civile do të jetë aty, në formë tjetër nga ajo që është sot. Çka duhet bëjmë ne është ta rikthejmë pronësinë, të vazhdojmë ta rikthejmë pronësinë në një proces i cili ka nisur vitet e fundit, po të bëhemi shoqëri civile e cila vjen nga poshtë. Dhe për këtë duhet luftojmë për hapësira qytetare dhe hapësira fizike, hapësira të komunitetit, salla për të taku, të cilat janë minimale, gati se nuk ekzistojnë në Kosovë. Duhet luftojmë për fonde vendore, publike, nga bizneset, nga personat e pasur që tash e kanë kaluar, kanë bërë milionin e parë, që nuk duhet pyesim për atë milion dhe ndoshta mund t'ia kthejnë kësaj shoqërie pak pasurinë që e kanë, dhe sidomos për legitimitet.